shërbimi inteligjent i Kosovës e ka me 4 raporte një pas një, e ka treguar si problem për sigurim kombëtare të Kosovës, ka treguar për aktivitetin e tij pro institucioneve të sigurisë së Serbisë, dhe ky është një tregues që tregon, domethënë, një metastazë tepër të madhe, tepër të fuqishme të këtij kanceri që e ka kapur institucionet e Kosovës. Pra, domethënë, elementet të sigurimit të Serbisë kanë dëbërtuar në gjykatën tonë kushtetuese. Prandaj këto problemet janë të gjitha më të lehta se sa vetë ekzistenca e kësaj kushtetute jo funksionale. Unë mendoj që gjithçka pritet në Kosovë. Mund të kemi ngjarje nga më të ndryshmet, sepse një elitë politike, e cila është aksidentalisht aty, shpeshherë jo për dëshirën e saj, por për shkak të suportit të fuqishëm të lobingjeve dhe organizata të tjera që i shtyjnë figura të caktuara të futen në politikë dhe instruktojnë ata pastaj për të bërë vendimarrje, e që në gjuhën e luftës hibride këta janë gjenerata më rrezikshme e luftës, sepse dikush nga jashtë e ndikon vendimarrjen e një shteti tjetër, ose në këtë rast dikush nga jashtë e ndikon vendimarrjen e qeverisë ose njerëzve të Kosovës ose njerëzve në parlamentin e saj. Prandaj unë mendoj që kjo çfarë mund të ndodhë, që a do të votohet qeveria Konjuftës apo nuk do të votohet, a do të shkojmë në zgjedhje, a do të futemi pa buxhet, a do ta miratoj, a do ta dërgoj presidenca buxhetin për ta miratuar kjo legjislaturë këvendet, të gjitha janë të mundshme. Të gjitha janë të mundshme, por asnjëra nga këto veprime nuk tregon racionalitet dhe nuk dëshmon stabilitet institucional të institucioneve tona. E qartë, zoti Blaka, nga ana tjetër, oferta e zotit Konjufsa pra për një qeveri të përkohshme deri në prill mund të jetë një zgjedhje reale apo thjesht një manovër politike pra në mungesë të numrave? Unë mendoj që kjo është një zgjidhje më e keqe, po e keqja e kësaj është më pak e dëmshme se sa të këqija tjera të mundshme. Në Kosovë, shqiptarët nuk duhet të pranojnë asnjë zgjidhje të keqe për shtetin e tyre, për institucionet e tyre. Por fatkeqësisht, kjo elitë e degeneruar politike, me mendime të degeneruara politike, me vendimarrje të degeneruar politike, ka ndërtuar një sistem prokurorial dhe gjyqësor po ashtu të degeneruar. Fillimisht pas kësaj ka ndërtuar një strukturë mediatike të degeneruar po ashtu. Dhe struktura mediatike, mediat e fuqishme, pastaj e kanë ndikuar dhe kanë degeneruar në mos të madhe edhe popullin e Kosovës. Këta kanë ndërtuar një cikël ose një rreth vicioz në të cilën vendimet e tyre të gabuara, të këqija, konform interesave të tyre, në kundërshtim me interesin kombëtar, mbrohen, luftohen në thonjza nga prokurorë të cilët vetë i kanë zgjedhur dhe mbrohen ose gjykohen nga gjykatës të cilët i kanë zgjedhur dhe pastaj rehabilitohen në publik përmes mediave të cilat ata edhe vetë i financojnë edhe e dirigjojnë narrativën publike përmes tyre. Pra është një rreth vicioz i ndërtuar, shumë i rrezikshëm dhe shumë i vështirë për të luftuar nga institucionalistët e vërtetë dhe nga patriotët e vërtetë të Kosovës, dhe unë mendoj që kjo linjë ose kjo logjik e funksionimit të tyre, domethënë është totalisht në kundërshtim me normalitetin të cilin do duhet ta kishte shteti dhe shoqëria jonë. E qartë, zoti Blaka, nga ana tjetër, nëse bllokadat politike në Kosovë do të vazhdojnë, a rrezikon Kosova të mbetet pa qeveri të re deri në vitin 2026? Kosova vazhdon me këtë qeveri në detyrë. Është
një qeveri e cila mund të kryej disa funksione, dhe më thanë shteti prapë se prapë, edhe pse nuk është në motusin e një qeverisje shqytemi me kompetencat e plota, prapë se prapë është në një modus qeverisës, nuk do të thotë që shteti është pa qeveri, ministrat janë ata, mirë po kufizohen disa vendimmarrje dhe hartimi i disa ligjeve është i kufizuar. Pra nuk kemi se bëhet nomi në kuptimin që nuk bëhen zgjedhje ose të tjera, por problematika strategjike. Vetë fakti që shqiptarët nuk mund të ndërtojnë institucione dhe kanë vështirë të ndërtojnë institucione është një nga interesat strategjike të armëjve tanë, sepse kjo është modeli më i mirë për të topitur, për të mërzitur popullin e Kosovës, për t'i krijuar atij një bindje që ju nuk jeni të zot të ndërtoni institucione, që juve ju duhet gjithmonë ndihma e diplomatëve dhe emisarëve përëndimor, ose amerikan, për ta bërë qeverinë, që në momentin kur nuk angazhohet ambasada amerikane, ju nuk mund të gjendeni, nuk mund të krijoni një formulë qeverisë brenda me partitë e juaja. Pra ky është një, si themi, një interes strategjik i armiqve tanë, të cilën ne domethënë e zbatojmë pa fare kujdes, ose si themi e kemi marrë ndoshta për shkak të shprehjes që u bën në Kosovë, kjo përsëritje së vazhdueshme të kësaj gjëje, unë mendoj që sigurisht kemi marrë kauzë tonën këtë kauzë, e cila në realitet i kondenon më së shumti armiqve tonë. Pra nuk është problemi pse shteti mbetet pa qeveri, por problemi është te psikoza e përgjithshme e popullit, e cila po topitet vazhdimisht nga këto modele. Qartë. Mirë, zot Blakaj, do doja të kalonin tek një tjetër ngjarje e cila ka ndodhur ditëve të fundit, ku thuhet se pjesëtarët e Xhandarmerisë serbe dyshohet se kanë hyrë brenda territorit të Republikës së Kosovës duke plagosur dhe rrëmbyer një qytetar me inicialet MV shteta si Kosovës, pra me kombësi serbe. Sigurisht që kjo ngjarje e fundit ka ngritur dhe shqetësime serioze për sigurinë e qytetarëve, por edhe nga ana tjetër për stabilitetin rajonal, dhe duke marrë parasysh të gjitha këto zhvillime, zoti Blakaj, ndikojnë këto hyrje në sigurinë kombëtare dhe stabilitetin e rajonit, dhe në informacionet tuaja çfarë ka ndodhur realisht? Do doja të zgjerohesha me dy paragrafe për të ardhur të kjo situatë. Unë mendoj që strategjia e Serbisë e ka kuptuar që shqiptarët janë në ekspansion. Shqiptarët nuk po e kuptojnë që janë në ekspansion, dhe po shërbejnë me formula defetiste dhe po ushqejnë popullin me formula defetiste. Dhe në këtë kuptim, serbët domethënë po tentojnë të bëjnë aksione për të treguar që ata janë në ebërsi ndaj shqiptarëve, që në fakt janë në një defanziv total dhe të plotë. Pushtimet e vitit 1878, ku Medhet Sanxhaku i nishi Toplica, domethënë vendbanimet që momentalisht janë jashtë Kosovës, dhe ato të vitit 1912-1913, Serbia është në defanziv për t'i liruar këto toka. Për faktin e thjesht që Kosova fitoi pavarësinë në vitin 1999, domethënë pushtimet e Serbisë të vitit 1912 janë rikthyer. Shqiptarët e kanë marrë Kosovën dhe po e qeverisin vetë. Domethënë Serbia tokat e pushtuara të vitit 1912 i ka humbur në vitin 99, dhe rrjedhimisht ata e dinë që nuk mund ta ndalojnë as humbjen e territorit të cilat i kanë marrë në vitin 1878. Dhe për këtë arsye, ata tentojnë ta dërgojnë kombin shqiptar në një marrëveshje gjëja historike, ku shqiptarët do të garantojnë parabashkinë ndërkombëtare që ne kemi bërë marrëveshje historike me serbët dhe nuk do të tentojmë të kthehemi në tokat tona, në tokat e vitit 1878. Flasim për Vranjën, për Leskovcin, për Kushëmlin, për komplet rajonin e Toplicës, flasim për Novi Pazarin, për Tutinin, flasim për Lozhajen, që është në malin e zi, domethënë për komplet Sanxhakun dhe tokat të tjera, të cilat fatmirësisht banohen me një popullat e cila shtet e ka Kosovën, dhe sa i përket aspektit religjioz janë me një shumicë
absolute të përkatësisë fetare muslimane. Pra kemi një popullat që vetëm në Sanxhak e kalon në numrin e 500.000 banor. Kemi banorë shqiptarë të 3 qyteteve, Preshevës, Medrezës dhe Bujanovcit, që e shton numrin e këtyre 500.000 pro-shqiptarëve të Sanxhakut, dhe ata tentojnë të na bëjnë neve diverzion dhe probleme me një popullat e cila është popullsi kolonizatore që ka ardhur në Kosovë pas vitit 45, që momentalisht është e grumbulluar në veriun e Kosovës. Pra ata tentojnë që me një problem kaq të vogël, me një numër kaq të vogël të banorëve, ta rrisin psikozën, ta ndikojnë psikozën e shqiptarëve dhe të mos I lënë ata të kuptojnë që shqiptarët janë jo në defensiv, por shqiptarët janë në rrugë të mirë për të kthyer të gjitha tokat e tyre. Për këtë arsye, ata bëjnë aksione nga më të ndryshme, përveç propagandës e cila ndihmohet nga Rusia, nga profesorë shumë të zgjuar të komunikimit publik, nga strategë të luftës psikologjike, të luftës hibride, ata ndihmohen edhe me metoda dhe me veprime të tjera, po nga Rusia. Mos të harrojmë që kemi edhe në nish qendrën e spionazhit të Rusisë, domethënë që Serbia është portë e hapur për spionazhin rus, dhe ata ndihmohen, instruktohen për të bërë kësi veprime të cilat domethënë kemi rastin konkret. Zoti Vuk Hashimović është plagosur brenda territorit të Kosovës dhe është rrëmbyer, ka qenë një figurë e cila publikisht e ka pranuar shtetin e Kosovës si shtet të pavarur dhe nuk ka votuar listën serbske. Prandaj, domethënë, ata tentojnë të përçojnë mesazhe edhe te banorët serb, të cilët duan ta njohin Kosovën si shtet të tyre, ose edhe në qoftë se nuk e njohin, domethënë se është çështje zemre kjo, puna është identitet I brendshëm, domethënë e duan apo se duan, por të paktën që I luftojnë ata njerëz të cilët nuk duan të angazhohen konkretisht kundër shtetit Kosovës. Dhe rasti domethënë është konkret. Zoti Vuk Hashimović nuk është angazhuar konkretisht kundër Kosovës, madje ka qenë zë I cili ka folur edhe publikisht që duhet të vazhdohet jeta, të pranohet realiteti I ri dhe të mësohet në institucionet